Mi se erdhët në shtëpinë e re të Teknos Group Kosovës. E quajmë me plot gojën shtëpi, sepse këtu ndjehemi në shtëpinë tonë. Kjo godim është një ëndër e vjetër që më në fund mori jetë. Një ëndër që nisi në vitin e largët 1999, kur Kosova po rilinte nga hiri i luftës, dhe bashkë me të, edhe ne hodhëm rrënjët e para të Teknos Groupit këtu. Aso kohë, stafet tona punonin me përkushtim brenda bazës ushtarake amerikane të Bond Steelit. Dhe që nga jo ditë, dhe deri më sot, nuk ka munguar pasioni, energjia dhe pse jo, dhe pak kokëfortësi për të mos u ndarur kurrë. E kush mund të harroj kolegun ton dhe atë që bëri kolegu ynë Ganisha Shivari, që jo vetëm nuk u trëmb kur u sulmuan zyrat tona të para në Uglar, apo dhe më pas, kur zyrave të tona në fushë Kosovë ju vu zjarri, por u përlesh me flakët. Po me flakët, sepse kur ke pasion punën, as zjarri s'të ndal. Ganiu e mbajti gjallë frymën e Teknos Group, dhe për këtë jemi të gjithë mirënjohës. 25 vite rrugtim, kemi jetuar, punuar dhe jemi rritur bashkë, si një familje që ndan jo vetëm sukseset, por edhe sfidat. Sot jemi këtu për thënë me plot krenari, ja dolëm, we did it. Kemi ndërtuar një objekt modern, teknologjikisht avancuar dhe me standarde europiane, ku çdo detaj është menduar me kujdes. Oficina jonë e re, me pajisje dhe vegla pune të reja dhe një vinç gati për çdo sfidë, është zemra e kësaj godine. Dhe teknikët tanë janë duart, truri dhe shpirti i saj. Këtu, çdo makineri kat do trajtohet me përkujdesin e një doktori specialist. E thënë kjo me pak humor mes kolegësh, sepse edhe makinat ndjejnë dashuri kur janë në duar të mira. Ambienti është projektuar që të frymëzojë, që kolegët të ndihen rehat dhe klientët tanë të ndihen si në shtëpi. Sepse në fund të fundit, ne nuk shesim vetëm makineri, ne japim status. Statusin që vjen nga cilësia, përkushtimi dhe një emër që frymëzon. Teknos Group është pjesë e familjes madhe Tezja Group, që operon nga Portugalia në Spanjë, Itali e deri në të gjithë Ballkanin. Në vizionin e kryetarit ekzekutiv, zotit Lino Tedeschi dhe familjes së tij, po kalojmë një periudhë transformimi të jashtëzakonshëm. Dhe Kosova, është pjesë e këtij transformimi. Në tregun e makinerive të përdorura, që ju kosovarët e njihni shumë mirë, bajargi mirë, ne duam të bëjmë diferencën. Ne nuk shesim thjesht makina të përdorura. Ne shesim makinë me biografi të pastër, me garanci, me origjinë të kontrolluar dhe me përkujdesje nga njerëz që e duan punën. E gjitha e përfaqësuar përmes platformës son online të grupit Siklika. Në sektorin e energjisë jemi po aq krenar. Nga generatorët stand-by, te ata industrial, nga motorët kat, tek sistemet CHP, Combined Heat and Power, dhe ato me fuqi të lartë 1500 kVA, që sapo kemi instaluar në projekte si Hilton Prishtina. Nëse ka nevojë për energji, ju e dini se ku trokisni. Trokisni këtu tek ne, se tek ne dritat nuk fikën kurrë. Ne jemi veçanërisht krenar për ekipin ton after sale ose product support, që është më shumë se thjesht staf teknik, janë heronjt me uniform Teknos Group. Investojmë çdo ditë në trajnime, kurse, akademi, sepse duam që të rinjtë e talentuar të kenë një vend ku të rriten profesionalisht. Kështu lindi, në këtë mënyrë lindi dhe Akademia e Servisimit e Teknos Groupit, që formon gjeneratën e re të profesionistëve Teknos Group, sepse ardhmja ndërtohet me dije dhe me duar që dinë se çfarë bëjnë. Teknos Group Kosova
është gjithashtu lidhur i Comtech, markë që kujdese për trajtimin e mbetjeve dhe për një mjedis të pastër, sepse kujdesi për planetin ton është pjesë e ADN-s son. Së shpejti, dhe duke filluar nga viti i ardhshëm, portofolit të gjerë të produkteve tona do i shtohen edhe gurthyset, crushers, së markës prestigjioze Sandvik. Dhe tani, më lejoni t'ju japim pak hapësirë dhe vend mirënjohjes. Kjo godi nuk erdhi nga qielli, edhe pse do donim ndonjëherë ndonjë mrekulli të tillë. Pasaj qëndron një grup njerëzish të palodhur që kanë punuar me pasion, ide, por dhe shumë kafe dhe cigare. Ideja lindi para 9 vitesh, por me sa duket ideja e parë që nga gjithmonë më e mira. Në ato kohë, duke biseduar me Ganiun dhe Besmirën për këtë ide, përfunduam pikërisht në këtë vend këtu, pak metra më tutje, si një lokacion i mundshëm për godinën tonë të re dhe në porosi të klientit dhe partnerit tonë të nderuar Granit. Shumë ujë rodhi në Nur që atëherë dhe vitet e fundit ideja e godinës së re mori një hovë të ri. Në 4-5 vitet e fundit, me iniciativën e Fadilit, kemi parë shumë lokacione të ndryshme për t'ju kthyer sërish idesë fillestare, pra këtij lokacioni këtu. Prandaj ftoj këtu me mua në podium Ismetin, Ilirin dhe Fadilin, njëkohësisht duke i falenderuar për kontributin e tyre të pazëvendësueshëm dhe pa të cilin e gjithë kjo nuk do të kishte qenë e mundur. Ftoj gjithashtu në podium Ganiun, dhe gjithë stafin e Teknos Group Kosovës, Mirjetën, Fatosin, Arlindin, Albionin, Besnikun, sigurisht edhe Besmirën, sepse kjo ditë është edhe e tyrja. Faleminderit për kushtimin, për entuziazmin, për çdo orë pune dhe çdo problem të zgjidhur me buzëqeshje. Një falënderim i veçantë shkon për ata që e mbështetën jo vetëm financiarisht, por dhe që besuan fort në këtë projekt. Zoti Lino Tedeschi, zonja Sara Tedeschi, zoti Pier Nikola Fovini, zoti Vica Vukic, zoti Massimo Spino, zoti Dejan Jankovic, zonja Zhiva Sambolec,